Më 8 mars 2014, një avion modern me 239 persona në bord u ngrit normalisht nga Kuala Lumpur drejt Pekinit. Pak më pak se një orë më vonë, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parë ndonjëherë. Avioni u zhduk nga radarët dhe pavarësisht një prej kërkimeve më të mëdha në historinë e aviacionit, ai nuk është gjetur kurrë. Çfarë ndodhi me fluturimin MH370? A ishte një aksident, një rrëmbim apo diçka tjetër? Në këtë video do të shqyrtojmë faktet dhe teoritë kryesore. Ishte ora 00:41 sipas kohës lokale kur avioni Boeing 777 i Malaysia Airlines u ngrit nga aeroporti ndërkombëtar i Kuala Lumpurit. Në bord ndodheshin 227 pasagjerë dhe 12 anëtar të ekuipazhit. Gjithçka dukej normale, kushtet atmosferike ishin të mira dhe nuk kishte asnjë sinjal për probleme teknike. Pak minuta më vonë, piloti komunikoi për herë të fundit me kontrollin ajror. Fjalët e tij ishin: "Mirëmbrëma, natën e mirë." Askush nuk e dinte se ky do të ishte komunikimi i fundit. Pak minuta pasi avioni hyri në hapësirën ajrore të Vietnamit, transponderi u fik. Kontrollorët ajror humbën kontaktin. Në fillim u mendua se ishte një problem teknik, por më vonë u zbulua diçka shumë e çuditshme. Radarët ushtarak treguan se avioni ishte kthyer papritur mbrapa dhe kishte ndryshuar drejtim. Por pse? Askush nuk e di me siguri. Kërkimi më i madh në histori, 10 vende u përfshin në operacion, anije, avion, nëndece, robot në ujor. Miliona kilometra katror oqean u kontrolluan. Shpenzimet arritën në $100 milion. Megjithatë, asnjë xhurmë plotë e avionit nuk u gjet. Por çfarë u gjet? Disa vite më vonë, copat e avionit u gjetën në brigjet e ishujve në Oqeanin Indian. Ekspertët konfirmuan se ato i përkisnin MH370, por kjo nuk shpjegoi pse ndryshoi drejtim, pse u fikën sistemet, kush e kontrolloi avionin në orët e fundit. Janë propozuar shumë teori: defekt teknik, vetvrasje e pilotit, rrëmbim, zjarr në bord, humbje e oksigjenit. Deri më sot asnjëra nuk është provuar përfundimisht. Autoritetet nuk kanë një përgjigje zyrtare përfundimtare. Kanë kaluar më shumë se një dekadë. Familjet e 239 personave ende nuk dinë saktësisht se çfarë ndodhi atë natë. MH370 mbetet një nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Ndoshta një ditë teknologjia do të japë përgjigjen, por deri atëherë mbetet një histori që vazhdon të ngrejë shumë pyetje në mbar botën. Nëse ju pëlqejnë histori të tilla misterioze dhe dëshironi të shihni më shumë dosje të pazgjidhura nga e gjithë bota, abonohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet. Në komente na shkruani cili është misteri që mendoni se duhet ta trajtojmë në videon e radhës.